Dhe zotëria ka ngritur dorën. Ju lutem nëse mund të prezantoheni në mënyrë Erion Murataj, antar i Këshillit Bashkiak. Në fakt, sot flas qytetar. Dhe në parashtrimin që bën dy bashkëkryetarët e këtij komisioni, u than shumë të vërteta, por u than dhe shumë të pavërteta. Unë do ta nis tek ajo që është pas shpinës tuaja, administrim territori. Në fakt, do ishte mirë të flisim për administrimin, të cilin nuk do të harrojmë që e bën njerëzit. Nuk kanë dështuar ndonjëherë Shqipëri reformat, kanë dështuar njerëzit. Interesi më madhor në këtë sallë, që e tregon më së miri gjithë kjo sallë këtu, është territori. Territori është interesi politik që na sjell këtu për të bërë një gjysmë fasad propagandë. A ka dështuar? Po patjetër ka dështuar. Ju flisni për administrim në Nukël, që është njësia vendore. Por harroni që futja e frymës politike dhe këtyre reformave ka zhbër bërthamën kryesore që është kryeplaku i fshatit. Duke u marrë me reforma, me letra, me pallavra gjoja për integrim evropian, kemi harruar që fshatrat tonë po boshatisen. Kemi harruar që ka ngelur vetëm pleq. Dhe kur kjo reformë të marrë jetë, ose ju të dilni me raporte që gjoja ka qenë suksesshme, mbas se do jenë dhënasa tamë. Në fakt, ju flisni shumë bukur dhe harrojmë për një moment që 35 vite kanë qenë pikërisht ky stabilishment politik që me reformat herë majtës, herë djathës, na ka çuar këtu ku jemi sot. Në fakt, administrim do të thotë përgjegjësi. Me 262 funksionarë të lartë bashkish, të cilët janë të dënuar ose presin dënim nga struktura antikorrupsion, nuk besoj që është ndonjë administrim i mirë. Me kryetarë bashkish të cilët i kemi mbështetur si popull, nga politikanë që kemi mbështetur si popull që përballen sot me akuzat të rënda, nuk besoj që është mirë administrim. Ju po bëni një konsultim publik. Ju lutem të përmbahemi kohës. Ju po bëni një konsultim publik. Unë mendoj që për çdo qytetar flas, jo pjesëtar të kësaj salle, do ishte mirë që ti kërkosh dhe ti bësh një pyetësor për problemin themelor, thelbësor që ka në fshatin, lagjen, njësinë apo bashkinë e tij. Sot ne, siç u tha pak më parë, kemi një reduktim të numrit bashkive. Edhe 20 sekonda, ju lutem. Një shtim të numrit njësive, por kemi një reduktim fatal të numrit shërbimeve. Dhe me që koha ime mbaroj, po ju përshëndes, duke uruar punë të mbarë të kjo reformë, duke pasqyruar fiksën të sallë, një sallë që nuk është e qytetarëve, por është e politikës. Gjithë mirë. Faleminderit. Në mënyrë që të mund të bisedojmë pa nuanca dhe me fakte, do e vlerësoja që të fokusohemi tek tematika që ngritëm. Ju lutem, në fund, a mundeni mikrofonin në fund atje? Tek kamerë, Mimrama. Reformat. Prezantoheni, ju lutem? Shpresa Shmili. E njova zotnin Mazniku, se i kemi ngjuar në për televizore çfarë bahen. Edhe sikur pala kundërshtare ta kundërshtoj, këto nuk pranojnë, këto i vënë vetë vullat edhe kanë numrat tamam. Dhe numrat, mos kujtoni se palloshi gjatë, do marrë... Jo, ju lutem, a mund të fokusohemi tek tema? Do duhet ju lutem fokusohemi tek tema. Ai ka bërë një ju lutem, territori dhe qeverisja.
Leria Toti, se s'marrë vesh, unë di drejt e për drejt, a I ka ba një kurth që I merr invalidët, I shkollon, I qonë në shkollë 1 orë, I jep rroga që ti ketë personale, ti ketë. Edhe kur ban grafikun, kur ban grafikun ai, thot kaj do marrë tu, I ka të sigurume. Po nuk I kur I lindja bashkë me hajdutët që të gjithë, neve nuk deri në 2050 do rrije Edi Rama. Deri në 2050. Po si ku ai, se gjithë kurthet e gjithë vjedhjet këto I kanë të fshehura. Ju falemderit. Po. Zotria ju lutem. Fëmijët nuk kanë të hajnë. Ju falemderit. Po. Se s'u pëlqen. Zotria ju lutem. Dhe le t'i përmbahemi temës. Do ketë platforma të tjera për të ndarë shqetësime që nuk lidhen me temën. Ju lutem. Shumë I nderuar paneli, profesorët e panelit, jam Genz Gripshi, vi nga Bashkia Peqin, merrem me studimet historike të Trevës, por edhe me trashëgiminë kulturore të Peqinit. Ju them që Peqini është një qendër e vjetër qytetëruse, vjen me emrin e vjetër që në shekullin e 2 Klodiana, në shekullin e 15 kemi qenë Kazak qytet dhe në vitin 1872 kemi qenë ndër 12 bashkitë e para që bëni reformën Perandaluria Osmane. Jemi një qytet me pjesëmarrje në shtetformim, me përfaqësues dhe personalitete dhe kemi kontribuar edhe në formimin e shtetit shqiptar dhe konsolidimin e tij. Tash doja të thoja që reforma territoriale e vitit 2015 ishte një reformë flas për Bashkinë Peqin, shumë e frutshme për sa I përket trashëgimisë kulturore që lidhet direkt edhe me turizmin, që është një nga kushtet më të rëndësishme, pra që ka marrë përparësi. Do të thoja që ne kemi shumë monumente kulturore artistike, të kategorisë parë, kemi shumë tradita historike, që dikur kanë qenë edhe në për ish komunat, dhe po ju them që gjurmët e rrugës Egnatia, një nga monumentet më të vjetra antike, ka qenë lënë masdore sepse nuk ishin kapacitete komunat jo vetëm për mirëmbajtje, por edhe për studime, për promovime, kështu që ne jemi një staf që kemi bërë të mundur studimin e këtyre veprave në Peqin, I afrojmë turistave, kemi krijuar edhe projekte të ndihmë të turizmit, të cilët kemi bërë edhe investime shumë, sidomos në gjurmët e rrugës Egnatia, shumë rëndësishme që të rreq turista, dhe do të thoja që ky përqendrim na ka dhënë mundësi që ne të promovojmë vlerat tona dhe të zhvillojmë turizmin në Peqin. Dhe ju them që investimet në rrugën Egnatia kanë bërë të mundur shtimin e turistave. Po ashtu kemi shumë kërkesa edhe për paketën e maleve, për të hap agroturizëm, ku ne mund t'ju themi sot, për shembull, që ne kemi shtimin e turistave 2-3 ditor dhe pretendojmë edhe për turizëm javor duke shtuar kapacitetet akomoduese, pra, 10 sekonda për turizmin. Okay. Ju them që turizmi kulinar e kemi, domethënë, shumë të zhvilluar në Peqin, fal traditës dhe kulturës. Doja thoja gjithashtu që në reformën territoriale të vitit 1958, Peqinit ju hoqën shumë krahina, ju hoq Rogozhina me fshatat e tij, ju hoq krahina fisnike siç është e Vrapit, pra u kalua Tiranës, Rogozhina I kaloi rreth Durrësit dhe zona Darësisë I kaloi rreth të Lushnjës. Shpresojmë që në këtë ndarje re territoriale Peqini ta morë atë vlerën e vet, sepse ne her pas here Bashkia Peqin ka organizuar. Ju falemderit. Faleminderit. Meqense kemi mikrofonin atje, ju lutem zotria atje dhe pastaj zotria në radhën e dytë këto. Po. Shumë mirë nëse mund të prezantoheni edhe nga vini, pasi qarku I Elbasanit
ka një shtrirje, ka 7 njësi, kështu që do të ishte mirë që të prezantoheni, që të kapim edhe gjeografikisht mesazhin. Përshëndetje, unë jam Arben Thura, vi nga Polisi Bashkia Librast. Vetë kam një biznes të vogël dhe vreshtari. Por në vitet 2011-2015, unë kam marrë pjesë edhe në këshillin e komunës Polisit. Edhe një detaj që do t'a jap me që kam qenë pjesë e këshillit, financimi më i mirë që ka pasur në komunë në atë kohë ka qenë 20 deri në 25 milion lekë të vjetra. Dhe pra, siç thash, financimi më i mirë ka qenë 20 deri në 25 milion lekë të vjetra, që nuk u përdorshin. Dhe për mirëmbajtje kemi qenë 15 antar këshilli me një komunë prej pak më shumë se 5.000 banorësh. Kurse tani, unë thash kam një biznes privat dhe merrem me vreshtari, shikoj që në njësinë time është riasfaltuar rreth 4 kilometra që të paktën më shërben. Janë bërë 2 investime nga 2 kilometra në disa fshatra tjerë. Në përsëri në Polis është një lumë që furnizon shkumbinin, quhet lumi Gostinës, nga të cilën merr dhe emrin fshati ku jam unë. Dhe aty kanë qenë bërë përmbytjet nga më të mëdhajat, që janë afër banesave dhe të tokave bujqësore. Unë ju them me bindje plot që është bërë një punë e shkëlqyer. Është bërë komplet me prita shumë cilësore. Diçka tjetër që do të thoja në lidhje edhe me këtë temë, komuna vërtet kam pasur një numër shumë të lartë punojësish, 15 për diçka tjetër më shumë. Por unë shikoj për shembull te Bashkia Librast që ka krijuar një drejtori turizmi e cila po funksionon goxha mirë. Duke u bashkëngjitur dhe fjalës të parafolësit që foli për rrugën e Gnatja, e cila dhe aty prek edhe mua kalon goxha pjesë e bukur. Unë mendoj që të jetë po kjo ndarje elektorale që territoriale që është. Ju faleminderit. Faleminderit. Po, zotria, ju lutem, zotria, nëse mund të arrim t'i kthejmë përgjigje disa prej pyetjeve që u ngritën, veçanërisht në modelin qeverisë. E para njëre ka me kohën, tash shtone qikonë, do flasim apo do me vrap. E dyta, unë quhem Kodhel Çala, jam këshilltari Bashkisë Gramsh. E dyta, e kam me ju të komisionit. Tash i po bëni dëgjes, na dëgjoni, apo na dëgjoni dhe pasaj do vezdoshni siç dini ju. Qofse është kështu, kjo dëgjes e unë me të kuptimin, ashtu siç e kanë humbur kuptimin shumë dëgjesa tjera. Megjithatë unë po vazhdoj për Gramshin. Reforma territoriale e 14 për Gramshin ishte shkatruese. Pse them këtë? Them me fakt. Në 2014 në Gramsh banonin 27.000 banor. Sot me censusin e fundit, para 2 vjetësh, ka ngelur 16.000 banor. Mbi 10.000 kanë ikur. Kanë ikur sepse mungojnë shërbimet. Kanë ikur se s'kan rrugë. Dhe më keq do vënë, nëse do vazhdohet me këtë territor, siç u bë 2015. Ka Gramshi, do ngelen kapacitetet që ka Gramshi të vdekura, ngelen të vdekura, po ka shumë resurse Gramshi, nga burimi natyrore. Gramshi, një miku im zvicerat e ka sa viziton të thoshte që ka një Zvicër e vogël, por i mungo ka zvicerianët. Ka Gramshi kapacitete kullosore të mbaj me mira bakti tinta. Por sot, por na merr malli të gjoj një kombor, apo të gjojmë atë çobanit i bjerë fyllit e gorie. Pse? Se ka nikur njerëz. Ishim 9 komuna, sot një si administrative. Nuk ka një rrugë të mirëfill Gramshi. Një rrugë asfalt, duke ka. Prandaj kanë marrë arratin njerëzit dhe vazhdojnë ta marrin arratin. Ka burime të tjera të pashtershme Gramshi. Është pikë turistike. Është vend turistik, po kush ta bëj turizmit? Me Benca, me Foristrada,
që ka mundësi të shkojnë ato pika, se s'ka rrugë. Turistik vërtet, po s'ka rrugë. Ka Gramsci kapacitete për të vaditur me bollek të gjithë fshatrat, Buz, Luginës dhe Vodit dhe Buz Liqenit Banjës kanë mundësira pa fund vaditje. Nuk ka sot një sistem vaditës që fermerët vadisin tokat. Sepse janë lënë totalisht jashtë arrest. Nuk ka përfaqësim politik në bashki. Të gjithë këshilltarët e bashkisë janë nga qyteti. Nuk ka asgjë për zona. Dhe kush e dëgjon zonën e dy? Se flasin dy vetë aty në këshill, kush po dëgjon? Grandur për pjetë. Ndaj them që ose bëjmë dëgjesa, le t'i bëjmë dëgjesat dhe t'i vëmë gishtin kokës. Ktheuni zotëri në pozicionin tuaj për të shërbyer njerëzve. Sepse njerëzit i keni lënë në harres. E kanë për të dy palët. Po veçanërisht për ju të majorancës se në fundit ju e merrni vendimet. Gramsci një njësi, nuk është e mundur. Të paktën Gramsci duhet të ketë 4 njësi. Të paktën. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe për kohën. Keni qenë perfekt në kohë, po zotëria